Podcast është vetëm për të rritur. Nga ana tjetër, nëse partneri im zgjedh të më tradhtoj, nuk është fare problemi im. Edhe e kam falur në të shkuarën, edhe s'ka të keq. Unë mendoj që të gjithë jemi tradhtuar. Pse e ke falur? Testamenti. Si e shefti këtë plan, nëse për shembull partneri jote do të thoshte, nëse ti më tradhton do të fal çdo herë. Ti këto se i ha burri me dy bare me këto, kot që më hapi. I nderuar hosh, kam një hall, të lutem shumë. Burri nuk e mban veten hiç, i vjen aromë rënd, nuk e mban fare higjienën personale. Aromë keq i vjen nga goja, po kështu edhe nga teshat, rrobat. Është punëtor, është i mençur, punon shumë, Shumë i mençur. sjell në familje, po kjo pjesa e gjenës mua po më shkatron jetën. Dhe pas ka burin peshkatar nga ato që rrin nga 8 ditë për që në ekspedita. Burri që gjumë për balena. Për që Për të dëgjuar podcastin. Ky është problem serioz vallaj. Ky është problem serioz. Madje në librat e fikut për gjëra interesante, flitet pikërisht për këtë temë kur qëllon gruaja e tillë. Kur qëllon gruaja pise. të buret. Nëse një ditë jeta të vënë në një kryq ku duhet të zgjedhësh midis të bërit seks apo të ndjekësh podcastin tonë, ne të këshillojmë të bësh seks, dhe pasi mbarosh mund ta ndjekësh ndërkohë që je duke shkuar në shtëpi, punë apo shkollë me kufi ose në makinën tënde. Faleminderit. Ale Luciferi, Që bonet mërësie më brëve. a ke ken mira? E si ke kendi, më mirë keni e të ndajnë që vjellim. Zitova për këtë podcast me thënë drejtën sepse kam shumë punë sot, por nuk mund të rria pa bëj podcast. Po luj duhet, sepse- Po patjetër. Këtë do mbyllim me 50 minuta, nuk mund të rrim një orë me këto se herë të fundit Pritin së të vej, të merin. ke parë. Vu tajmeri? Po, normal. Po ti s'ko ke normal. Okej, unë s'kokam. S'kokam apo s'kokam. Që punë është ke për këtë? Në punë kështu zanati apo punë shpia? Se du me ditë ndjekësis. Zanoti. Do ta nisim këtë podcast, të parë herë do nisim këtë podcast Nisni për me një postim plako ke Me agjenci martesash. Jam 35 vjeç, ky i shketi ka dhënë dhe emrin, po s'fja trem emrin. 35 vjeç, 1.75, Gjena. 100 kg, thot. Shenja gafore, 100 kg fix, nuk thoshte do të 99 që ta bëhet duke sigurisht se pak më pak, po. Shenja Po jo se i thoshin këmaj të dhonë në për komente. Po i e plak se mos më mirë. 98 vër. 98, ku ta ketë? Po që i ke vërë. 97 pra, të qifsha në krevat. 96 të qifsha në kasht. 95 të qifsha në kthes. 94 të qifsha në teatr. 93 92, 91, edhe 100. Ja si do pësot njeri jo, po. Shenja gaforre, nuk e dija që meshkujt njësësi femrat e kishin shumë nevojshme të vendosnin shenjen. Unë them se këtu që donë kë 100 kile gafore plagër direkte për furë. Nëse E zin direkte aty në kusi, furë, jepi. djali qet punëtor i sinqert dhe jo problematik, vlerësoj respektin, komunikimin e pastër dhe një jetë të thjesht me stabilitet, kërkoj një vajzë të ndershme dhe kërkoj një vajzë të ndershme dhe të dashur për një lidhje serioze që çon drejt familjes. E bukur kjo, një lidhje e dashur dhe serioze që çon drejt një vajze mistike edhe pompoze. Shumë e bukur. Dhe ja dhe i tjetër, 82 vjeç, 1.73 kg. Më fal, edhe herë 82 vjeç që ki moshe modhe. 32. Shenja peshit. Të betoni për 32. Sa e Shenja publikari. peshit. Dhe me qenë Mick Jagger. Ai po, që mund kinat mosh. Më pëlqen udhëtimet dhe shoqëria, jam i qetë i hapur dhe kujdesur ndaj njerëzve që kam pranë. Kërkoj dikë me humor dhe zemër të mirë për të ndarë momente të thjeshta dhe të bukura. 32 vjeç, 1.50 55, 1.50 55 që e ka çik bipesh. Tashi
Ku janë këto femra me humoria që fillojnë të kërkojnë vetë? Më falë se po ndërhyj kështu ke mbledhëria diku tjetër. Që sa veta mbi 30 janë beqar dhe nuk e di se çfarë kërkojnë sepse janë i brez që i ka rritur prindit që pretendojnë jashtëzakonisht shumë nga jeta dhe kanë pretendime shumë larta arrin pa martu. Shiheni. Ose e thjesht ka shumë balla kari vërtet po nice gjithashtu. Tani Sara 32. 1.5 e gjatë, 55 kg. Pak mbi pesh. Shenja peshore. Sepse është peshore. Pak xheloze thot, por shumë e dashur dhe e qeshur, me humor dhe me energji pozitive, kërkon njohje me një djalë të sinqert me zemër të mirë. Po. 28 vjeç plako, 1.74-75 kg shenja akrepi. Pse çam me këto shenja? Shiko, kam vënë re plako, e di çfarë është e vërteta që çfarë mendojnë se gënjen çunat përveç gjatësisë. Se gjatësi gënjen çunat. Pa nuk e thon aty po. Nuk e thon këtë. Përveç Edit që rëndesi që na ka të tregu Bia që Edit nuk e ka të vogël, por e ka shumë vogël tha. Okej, edhe unë e besoj Bian, të drejtën. Vërtet për Edin e. Po veç kësaj nuk di më. Edvanushën? Et palokën. Jo, nuk e di. Kush është Edi? Po çfarë po flasim? Jam i thjesht, thot familjari. Po kush e di vëllai? Kush e di çka kanë xhep? Kërkoj një vajzë deri 30 vjeç thot, po vetë është 28, si janë çuna, do të ndaj 100 i pjellë shumë mbi vesh. I vajzë plak, vajzë 35 vjeç, 165 cm, 55 kg, thot shenja e virgjëreshës. Nuk ka faj plakë që do nën 30, se mas 30-ave të femrat sikur agjitohen pak. Po, edhe më pëlqej që gjithë, po ta vesh edhe çuna goca përdorin shumë shpesh të shprehen. Jam e qetë dhe sinqert. Edhe e qetë, domethënë që nuk bëj drama. E kupton? Ai shumë janë të marrë njerëz nga drama, jam e qetë, jam njëri. Po, jam njëri i qetë, nuk nxeh shpejt. Ma kanë bërë shiring. Kontrolloj mirë situatat. Po, situatat e vështira i kontrolloj shumë mirë. Sa mirë. Që ka e mirë, plagë. Ç'të lizesh, plagë. Më pëlqejnë shëtitja dhe bisedat me kuptim. Do të thënë këto kaligjet që themin e këtu s'pëlqejnë. Pa kuptim. Ne s'bëjmë për po i gocë ship hall. Kishte gocë apo është çun? Kishte gocë, këtë tani është çun, ky banim Gjermani binjakët. 173-68 kg. Pa vese dhe i qetë, pa vese. 173. Jemi rrac relativisht e shkruar. Pa vese dhe i qetë, çive prap. E shkruajti i qetë, pa vese dhe i qetë. Merre me punët e mia dhe vlerësoj si që i tetë. Pa vese. Vese, sluaj bëgjës spicikar. Merre me punët e mia. Si mund të thosh me punët e mia? No. Si mund të thosh plagë? Do të këtu duket që ky kërkon qiqa në hell që kur thotë dëshiroj një vajzë të thjeshtë me humor të mirë. Do të thënë vërtetën për këtë se si duhen këto çuna, nuk flas për gocat. Okej. Çunat që kërkojnë nuse online me këto lajmërime kështu si njoftimet që janë duhet si gazeta Chelsea. Njëri kohë, kërkoshin e i punë, e i makinës në i gjë, të që kërkojnë nuse. E si më duke plako, sikur nuk du të ahonin kur virgjërin edhe kur 120 herë, apo 20 pila në ndryshëm. Dhe jenë gjithmonë virgjër. Gjithë jetën. E kërpër që do marrë një qofte. Ja, po kjo është i virgjër? Vetër shumë me. 37 vjeç sot. Po i virgjër. Okej. Jo. 99 kg. Ja, shikoj ka bën 99, mund ta bënte 100. 99 kg, po. 1.77 cm. Gafore. Që ka divi gjatë. Gafore 99, gafore që kanë gjithë 99. Gafore sikur i dhe toka ushqimi më shumë se tjerët. Tash nëse je 1.77 dhe 99 kg je pak mbi pesh. I drejt për drejt dhe sportiv. Nuk toleroj bashtrimet. Jam energjik dhe Noti është pasioni im. Kërkoj një vajzë të ndershme për një lidhje serioze. Noti është pasioni im, plak. Si mund të është pasioni im? Ë? A kam pasion Noti? Si mund të është pasioni një obezi është Noti? Jo, ja, është vërtet ka shumë obez plak që janë notar shumë të mirë, me thënë drejtë. Po pra se normal me gjithë ajër që kanë aty në tru, si rri sifër i qiko. Nuk ka shanse me i zhyt. Se ti kujton plakës a i do zhytet shumë, kupton zhytet për i herë, po e di fraksion sekondi. Punë sekondi është sipër. Është si top.
Nëse, pas me video këtu tani. Nuk se po flasë, nuk e bën body shaming këtu njeri, se thonë pastaj komente. Ka body shaming haça dush më plak, bëj çat dush mos e vrit minin në burr. Çat dush e plak, ti kujtohet se ne zoom e hongër si çat ti. Po thjesht kemi limite. Kemi limite kurse ti ke si mite. Bën shaka se. Ke dy top, mos më pas një. Puna note, puna jote. Tregon për vetë, jo për mua. Po, drejt, pjes, un kam filluar tani plak, kam blej një kështu peshore që e lidh me celularin. Vetëm me tesa. Me thot vetëm. Mbaj për të tregoj çik që jam më mirë se të tjerët. Edhe më mat mesazhi matë mund t'jago, më mat shumë me grafika. Edhe 1.99. Dhe unë shoh rritjen time në peshë çdo ditë, e kupton? Kam abuzuar shumë. 1.99 82 kg. Këtë vit të ri kam ekzekutuar shumë. Peshore. Kam ekzekutuar shumë panetone këtë vit të ri, drejt. Ishte vërtet masakër që edhe bashkëshortja ime tha plak ti si e mirë, më tha. Vuri kryqin X. Jo, nuk e mirë. E di që si e mirë. Edhe peshorja s'është mirë. Po kishte një peshore me humor të zi si jone. Tipit u peshore ti edhe fillon botën e batut. Shumë me ajë, kupton. Të lidhur me ajë edhe thoshte që do të ka di qira. Paske imagjino peshore të thonë. Paske raj çiko jetë. Ti që thua vërtet kam rënë. Po çka kera makar se si mund të hash ti se di çfarë fut në gojë? Kod edhe surprizor sikur kera. Po pra. Po unë një simite hongra, një simite, pjesë ishte simite peshore. Ishte 800 gram o kari. Ajo nuk ishte simite, ajo ishte ajo thot, më është bytqir, e ti thu, bytqir, ku e di ti që jam bytqir? Po lese se di vetëm unë atë e din gjithë peshore, ato i qirë të degradu. Peshore, leve se ti se ke i den që ato për ty këtu belagja ke peshore të tjera, në belagja. Se janë lidhur shumë, janë lidhur në rrjet. Po, janë lidhur. Po nëse, prova do ishte shumë e lezetshme ti kishe sa gjëra kështu si, inovative. Se di. Masën në të ardhmen. Do ishte. Nëse unë e kam me vërtet atë. Peshore, këtë që sapo thej tani, më shumë këtë përgjigje. S'na intereson për një. Nëse, gjejmë këtë. Burri nuk e do familjen sa e do gruaja. Se me ka fëmijën burri kurse do familjen, no? Burri nuk e do familjen sa e do gruaja. Je dakord apo si dakord? Jo. Jo, nuk e do. Kod. Jo, nuk e më si mendoni? E do njësoj. Burri nuk e do familjen si e do gruaja. Ai shumë e do familjen plako sa që do të kërkoj sa më shumë familje, kërkoj sa më shumë familje. Po, prandaj ai shkon me shumë femra vetëm për të krijuar sa më shumë familje se vdes për familjen. Ai marron për familje. Marron çdo familje, për familjen e komshiut, për familjen e vet, për familjen e për gjithë. Familje i futun kudo, familjet e tjera. Po, drejt. Gjë. Ka ne gjë. Kurse gruaja është vetëm shpinë e vet, se s'do me ditë për familje. Dhe merr sepse është arrogant. I ulet autoriteti që gruaja e thon në gjykat. Po më falë, për çfarë janë institucionet? Se këtu është ka bëj institucionet. Jo, burrat nuk duan që ul gruaja autoritetin, duan të komandojnë gjithmonë. Dhe kur s'kan të drejtë, kërkojnë të kenë të drejtë. Edhe kur s'kan të drejtë, burrat kërkojnë të kenë të drejtë. Është e vërtetë kjo Qiver? Apo është përgjithsisht kjo veçori jo vetëm e meshkujve? Jo, në fakt më shumë kanë femra që don't kenë të drejtë. Pikërisht po them. Po se ti vetë burrat kanë, më shumë është veçori e njerit, në përgjithësi njeri si qenie. Ne kam veçori timen. Dëgjoj. Ky është defekti i burrave. Jam shumë asnjë grua ta dish prej meje nuk do ta prish familjen asnjëherë në jetën e vet. Asnjë grua po nuk gjen. Asnjë grua nuk do ta prish familjen në jetën e vet. Është vërtet kjo? Tash nëse është pa kënaqur, ç'do bëj gruaja? Ora nuk do thotë fare. Burri e prish direkt. Jo, nuk do, po. Ti e prish direkt se shkencërisht dihet që ne prishim direkt, po drejt. Shumë vërtet, shumë vërtet. Kjo zonja që ka shkencëtar, dhe jetë kokë, s'ka mundësi. Ka shumë informacione sa. Shkencëtar, është shumë interesante kjo. Studiusa. Nëse kemi rastin e në Bibrata Kosova plako,
Njëra nga vajzat thot një gjë shumë. Na dhe sharkën. Apo jo. Se ki famën, Thosë jo ara. unë prap se prap, se edhe pse ki famën, unë prap se prap, nuk muj me muhu, e ki famën jashtë, inshallah martohesh me to, bon fëmijë, krejt mirat, po nëse muhaj, kur kom përqen për dikon kam, okay? Jam famën e rritun, i di sanet e mia, nuk e mohoj një përqem dhe kaq, tash për jam prime. A diçka gabim? S'është gabim, po është shumë e pabesueshme. Sa? Tashi, se mendon për të situata Lucifer? Në fakt, po të shohësh gjitha këto serialet, soap opera, domethënë që bëhen telenovelat e ndryshme, gjithmonë këshilla që kam dëgjuar plagu, gjithmonë kur thoshte njëra për shembull, "Oh, më pëlqen Diego." Diego ndërkohë i fejuar po martohet. Edhe i thoshin gjithmonë që ne mendojmë që ti thuash Diego si herë. Pastaj se çfarë bën Diego punë e Diegos. Po ti thua që ai ta di që ti e do. Si Paloma, Diego discúlpame. Diego, escapar quiero mucho. de implantación de cafeshka. E kupton? Tashi, në rastin e kësaj, kjo po ndjek njëjtën këshill. Kjo thot, unë e di që ke femër jashtë, por unë me thon drejtën të kam qef. Tani. Por unë do t'rregojmë sinqert në veten edhe nuk mund ta mohoj atë. Po, tashi është ky plagu një lloj mentalitet dashnore e plagu? Është edhe kjo si puna ushqimit që paprisim si shpar, kupton ti e zdi limitet e tua. Se gjithë dim që mund të po, për shembull, ti mendoj që kjo, për shembull, ti mendoj që nëse do kishe qef një vajzë, po kjo është e fejuar, ose ti je kaq i dashur. A do ja thoje të paktën që ajo ta di apo? Që unë do ta di që unë kam qef. Jo, kjo do të funksionojë në çfarë lloj situate, që se do ta bësh kështu siç e tha kjo. Tipit, e shikon atë sa i mirë që është, ti thua Dago, e di sa i mirë që je. Ai thotë unë jam i burri martum. E di po unë e parë që je mirë, edhe do ta them tash. Je hyll i bukur. Okej? Edhe kështu lindë për ndjesi. Sa herë që të bina gjën plako thuaj 100 më. Po ta se dimne, unë në vërtet bëj komplimenti gocë që ka vesh një mini fund edhe do të më impresionoj. Dhe është puna ime, prapë apo jo. E drejt, po. Jam i zyrë me i gocë plako, edhe ajo dje nuk bishte me i fund. Sot e vesh, po them. Po, e drejt. Atëherë nuk i thuash që një ditë sa bukur të rikimi në fundi. Po jam e martuar. E po mund të më traskare. Po sikur të thoti gocë plako për shembull, thoti shoj thot te puna. Thot ty për shembull. Përshëndetje Lucifer, përshëndetje Lucifer, si ke qenë? Edhe i thotë si ke qenë Alienda. Edhe i thotë jo mirë. Alienda. Alienda. Tamam, Kalienda. Tashi Kalienda plako është një femër seksi, le të themi. Edhe thotë ty portorikane besoj. Unë ty të kam qef, thotë po unë jam i martuar, nëse se ke vënë re. Po e kam vënë thotë kjo po thjesht unë do të thoja që se s'do që të vdes pa e ditur këtë gjë. Pse po vdes? Thotë çka keni spunën e gjë? Jo thotë, jo se po të kishe spunën, kisha po të qim. Jo. Jo, mos kisha qef me ta thënë këtë se nuk më mban më barku, se kemi këtu bash gjithkohë edhe. Po. Duhet ta ndjeni nga vetë. Ja thotë, s'më mban më brima thotë. Si kush brimi? Brima gojës. Aha. Brima gojës. Brima me 36 dëm. Goja. E do të thotë ajo. Se provokon me këto muhabete. Prit, do të kam harruar, thotë. Edhe thjesht do të thoja, nuk e di apo bëj gabim pas. Se mos po bëj gabim thotë që po ta them Lucifer, po. Jo, s'po bën gabim fare, po thjesht edhe unë më bëj si ke vënë si kasetë prishme. Sa thotë God për shembull, se mi që ke bë, jam i martuar, po ç'ke ka rrier dëgjoje. Nëse unë nuk po them ndonjë gjë, po thjesht të kam shumë qef, domethënë do doja shumë të kapet më zhyse me një zyrë këtu të më qie si lot. Më kupton? Po që po e shoh që ti je martuar, nuk ka problem, po thjesht po them që do kisha shumë qef domethënë ti nuk jam natyrë që ndërhyj fare të betohet për kokë të shpirtit të habit, e ku dëgjon ça. Që nuk jam natyrë që futem fare në çifte, po thjesht ajo që më erdhi këtë që nuk rria dot, më kam gjithë tonë pa gjumë. Po, nuk po. Po më mundonte diçka dhe duhet ta thoja që mund të më qie kudo këtu, domethënë, nëse
Flasim nëse zakonisht, zakonisht. Jo, është femër e pamoralshme që ti ve kryqen. Kurse një femër e moralshme. Ti kërkon një femër të moralshme në atë moment. Po, kuptova. Jo, ti je stëror, po thjesht ajo që mendon me vetë në vetë. Po. Ajo thot plago edhe se zota të them para të ditësh pas një ëndër. Pash ke dhoma e fotokopjes dhe le të themi doja të ma Jo, e nisi me ëndra plago. Jo gjithë fantazitë që kanë vërtet. Po, e drejt. Nuk e thon dot pas një ëndër që leja ma. Po çfarë po bënim? Nuk e them dot. Ti që je kurioz i madh. Ti je kurioz i madh këtu. Po çfarë po bënim se në ëndër, se jam kurioz. Ajo bëre kurioz, po ke shumë. Do të nxjerr nga vetë ime. Se do duhet të nxjerr gjëra nga shpirti, nga ky trup. Po pe gjë që çape. Jo ishim në të dy, ishim larë aty ke ajo si mini studio që rrim zakonisht dhe ty hajmë bashkë edhe. Po. Çfarë? Jo, nuk e vazhdoj dot. Lëre. Po iki më mirë. Po iki më mirë, lutem, zë se thash as ti që thash, lutem, zë se nuk thash që ti do të mbështesje ke dhoma ajo që do të di. Po. Fal. Fala gruzbil, kur ti ke shpirtë. Po. Fala gruzbil, të çifsha po të bëjnë grudi. Wow. Ti ikën e plako të të letë një grov të madhe për të shku në shtëpi tash, edhe thot gruaja shpishur, çka ke që mendosh më karse, të pash 2-3 herë duke bë kafen, duke mendu, duke bë gjellën, duke mendu. Duke bë gjellën. Ishte po po gjellën edhe sigurt un grafikari. Çfarë po mendoj për atë edhe ditë kur ishim, Jo, ti kështu po për atë ditë po mendosh. Po për atë ditë. E mi hajde të kena, po i kanë atë ujka. Ku i kam unë halën, ku e ke ti. Unë të po gjellën këtu, po që ti kthehesh në grup, lako. Se të trip mendja vetëm aty tani. Unë jam të bëj gjellën këtu tash këtu mu hajde këtu hajde atje. Me karin dru këtu. Ndërkohë. Po, unë me karin dru, apo do që digjem, që të futet këtu ke soba. Po rjeta shim lera. Ti si pjesome që ndaj mesazh kolegës punës i thonë. Më fal Kalinda se arova të pyesja i kishe të pëlqyen ato se mbarova ato, domethënë ato të ato letrat që më kërkova. Të bëj vetëm një pyetje, po mos më merr fare sigurisht në një personal. Po. Fare, s'më merr as për keq se ti e di si jam. Po e di, më thash. Ti je i drejtë për drejtën, e di ka. Kështu ja. E prish në një herë, 2 herë. Ai prish në një herë, 2 herë. E prish 2 herë, pastaj theti, ai e prish 2 herë në një herë. 2 herë, 2 herë. Më të shpënde fare, tash direkt që fut gishtë të dakë. Me si pas ke pritë, burë. Qa tipi, sa le fare. Kërkoj falje se më ndoshta gjë do bëhen çuditshme mes nesh, thot ajo. Po. Gjëra do bëhen shumë çuditshme mes nesh. Shumë vërtet. Plako mendoj që çdo gjë mund të shkojë mirë derisa këtë gjë flirtimi është një formë arti në fundit, për sa kohë bën burrë. Mendoj plako që në shumicën e rasteve, po normal. Në shumicën e rasteve plak, nëse këto përplasje nuk ndodhin në ambiente të ndryshme, është vetëm sepse këto përplasje një grua nuk do, e kupton? Po çe përplasje ke fjalë. Duhet të përplasje për përplasje në pasion, dashuri, ke pasur në mish. Ajo. Pa unë të kam pasion mish. Nëse kjo ishte shpreha që i bëri Benita. Ne më gjitha për vete. Benita Klodit. Ti mendoni si çfarë mendoni ju për këtë situatë, miqtë mi? Jo, unë do të them edhe një rast tim për vete, dikush, si më thonë, nuk fut në atë zonën time që unë s'fus njëri fare dhe më tha çfarë do bësh nesër filanor? Aty plago thash, e di se shpuna. Kaq. Nuk e se zjadë shumë plagë, se po të thoja më shumë se si është puna, do kisha qedruar. Shumë drejt. Unë mashkull jam. Tash kemi një rast tjetër në televizion kombëtar, një vajzë ftohet dhe i bëjnë një pyetje plago. A do e falje tradhin plago? Ne kemi diskutuar shumë herë këtë temë, Kur plago? Gjë mirë, gjë. Por
Ja ku domethënë zë vend akoma në për televizionin shqiptar gjë. Nga ana tjetër, nëse partneri im zgjedh se më trastoj, nuk është fare problemi. Do falje gjeni? Vërtetësisht edhe e kam falur në të shkuarën, edhe stancet keq, unë mendoj që të gjithë jemi trastuar. Po pse e ke falur? Masi kjo është, masi këtë ka tratuar deri se unë mendoj që të gjithë jemi trastuar. Do më undje mirë ditë. Pastaj i tha o blaq, kjo filloi duke i pëllit dashur dhe i dagu si asë para, ose më saktë si të gjitha, si të gjitha. Ne tratojmë, ne meshkuj. Ata meshkuj. Mateo është meshkuj. Po gjë. E para i herë kjo e ka tratuar i dashur dhe kjo është e falur. Nëse gjë. Shumë mirë do blaq. Shumë mirë po. Shumë mirë po biles. Si patur as martesas fëmijë asgjë. E kam falur gjë nevojshme për ta. Mendoj që kam qenë dashuruar. Ka menduar se e ka falur, se s'e ka falur. Absolutisht, mendoj që është një plag. Mendoj që absolutisht më ka dëmtuar emocionalisht. Unë mendoj që e kam komunikuar pjesën time, kam justifikuar edhe rrethanat, edhe arsyet për cilat ka ndodhur dhe e kam falur. A do e falja më? Nuk jam e sigurt në pozitën. Po pse s'do e falje më? Ti e falje një herë për shembull. Po nuk është e sigurt. Se jam më dashuruar. Po përshkrutot plagë që unë do ta falja prapë e bën braconte. Po për shembull nëse më vërtet si e shefti këtë plagë, nëse për shembull partneri jote do të thoshte unë nëse ti më tradhon unë do të fal çdo herë. Ti kujto se i ha burri me dy bare me këto, kot që më bëj. Unë edhe mi kohë që shkoj i thot grutë pëse që shiko se unë me filanën në dyke banjë. Jo, më shpije, shkova ke djeve me thënë drejtën. Jo, për sotin, jo. E që më the ti pëse më që e pranoj tradhtim bëj qatë dush, e mamen që më the dje, apo se mamen? E mamen dhe të filloj me këtë tjerë. Po e maj me të dhe, ajo pjesën. Një herë mrena një natë, apo një herë njës? Apo 100 herë bëj qatë dush, s'maj me të tjetër. Ti që mundohesh të kuptohesh aty në rrjeshën e gjë. Për që e kishe fjallën? Kur the ato, po se kishe për. Apo, po ta thot, pse ke fjalë tjetër? Jo, simpatizon një herë që po të rastove, kot më bëre për të bërë të qiver. Apo qetso, e madhe, po, qetso grusi s'po. Avazh bur direkt me thonë fyt. Para se fund. Po jo ti. Po qetso bur direkt një sekond. Flasim tamam tani. Ç'a do bëje? Nëse unë për shembull, a thej që vetë do m'falje? Pse çka ke bënë gjoti? Po s'ka ka bënë gjë, mos ka lë pyetje, mos përgjigjesh me pyetje. Shiko, të kam falë një herë, se i bie që të ka falë një herë. Kam falë një herë, të lutem mos më kthe fare në atë gjën që kam qenë emocionale, që shumë e roveruar në atë kohë. Më lër tani. Okej, e kuptova, s'do të them asgjë. Ajo në fakt, ajo gruaja tjetër i tha aty plaku që ti nuk e ke falur, tha. Ti mendon se e ke falur. Po plagën e ke aty. Tani ti Lucifer, se shko, kjo puna e faljes. Po ti ku e ke plagën? Ke brima? Jo, plagën, po e ke, po më jo. Ta se dhe plagën, po. Dgjoj, po. Plagën, e ditën. E vërteta ashtu plago. O plago. Kush i smur plaga. Jepi. Tashi, e vërteta është, nëse ti e fal një partner plag për të radhë ti duhet ta falësh që ta harrosh atë gjë i bie, e kupton? Se kjo do të thonë, unë s'e kam harruar atë normalisht. Domethënë, ti tash kur e fal plagu i bie që mos t'ia kujtosh kurrë dhe që kjo gjë sikur s'ka ndodhur kurrë në far forme, apo jo. Po nga ana tjetër, gabimet që harrohen përsëriten, kështu që ti nuk mund ta harrosh këtë gjë. Pastaj njeriu nuk e harron se si është ndier. Kur sidomos kur ndier keq. E para herë mendon se njeriu tradhon se nuk e merr atë gjën që ka në shtëpi, apo tradhon se thjesht ndodhet një situatë por rrethant caktuar që mund të bëjë një gabim tragjedik të momentit. Nuk është se ka gabim, edhe me paramendim, siç është puna e krimit. Një vrasje me paramendim është akoma më. Tashi nuk po i hym detajeve, ti do që ti hym detajeve, nëse ti ke tradhuar me dieni apo pa dieni. Futi u thellit. Po se di se ashtu ka shumë skenare, mund të kesh ka shumë skenare. Ideja është thjesht në mënyrë më thjesht tradhtin.
kjo e fali, po e fali vërtet, është pyetja. Do të thënë, çfarë quajmë të falur? Pastaj edhe i pyetje tjetër për ty prove. Po flas për femrat se më duhet qenë se meshkujt janë ato që tratojnë më shumë. Dhe kanë më të lehtë të falin një mashkull që shkon 5 femra të ndryshme apo që shkon 3 muaj me të njëjtën femër. Po statistikat e parë herë po interneti po të shkëputet her pas here dëgjosh. Çfarë? Ato dhjefshëm. Ato dhjefshëm. Amar belg, me internet belg. Belgi dhe i qelb. Por ajo që do thëja unë Lucifer është që e vërteta sipas statistikave është që femrat do kishin më pak problem nëse ti do shkoje me 5 femra se sa me një femër 5 muaj rresht. Sepse aty ti ke shanse të gjenerosh ndjenja. Kurse nëse është thjesht një meshkujt në njëjtën situatë, meshkujt e kanë komplet kundërtën. Jo, nëse të bëhet tjetër. Po. Meshkujt e kanë ke sasia e meshkujve që ti do shkosh se sa nëse ke 3 muaj që shkon me dikë. Kjo është në bazë statistikave, këtë kam përmendur një libër në fakt që kam bërë këto statistika dikur. Duket When Men Behave Badly, quhet. Po, është shumë interesant. Allah. Çe libër të generuar që lidhet edhe nga ana evolucionare, siç e kemi thënë. Sepse se meshkujt e shohin po. Po, e drejtë. Do thënë meshkujt shohin anën, femrat shohin anën sentimentale, sepse me anën sentimentale ai mund të zëvendësoj dhe po të zëvendësoj bie që burimet që ai ka të shkojnë për femrën tjetër, jo për ty. Pra çdo gjë që ai bën në jetën e tij nuk janë më për ty tashmë, por janë për atë tjetrën. Kurse meshkujt shohin anën e trashëgimtarit, do të thënë paktën anën evolucionare që ti ke bërë seks, atij nuk i intereson se ti mund të kesh 6 muaj që flet me atë, po vetëm fakti që s'ke bërë seks i bie që ai nuk ka mundësi që të të kesh sekës e di më. Po gjithë me ta. Ndërkohë që pakëndësika se të folmet, e kupton, edhe shtyen. Interesante, nejse. Gjemi që ide info. Interesant. Që jam sot, megjithatë mendoj që nuk është fare përgjegjësia e partnerit të trastuar që partneri traston. Është një nisëm personale, një nisëm që vjen buron nga ty brenda, nuk është fare faji im apo unë nuk kam qenë fare këtë. Po ti e beson këtë? Si sot kjo që nuk është fare. Jo, pa që kjo zgjedhje e partnerit për të trastuar, unë mendoj që është zgjedhje fare. Në gjëra vinë edhe kështu si rresore, siç e thash. Edhe nuk është duna shumë mend për ti menduar sikur po e stërmendon, si po e mbi mendon gjën që apo bëj mirë apo bëj keq, ndodhi aty piu, tratoj paralelisht. Po kjo e kishte fjalën te fakti që nuk është faji im thot kjo, apo nuk jam unë përgjegjëse, do nuk ka të bëj fare me mua thot nëse partneri më tradhton. E kupton, pra nuk është faji im, nuk është se jam unë ai që e shty atë drejt tradhtisë. Gjithmonë ka pak. Mos bëj sikur s'ka. Jo, unë mendoj që unë mendoj që varet, se ka raste, unë mendoj që nëse ti më dihesh, po them në shumicën e rasteve faji është gjithmonë i përbashkët, mendoj, po hajde. Po, mund të jeti përbashkët. Por e vërteta është Leo që nëse ti ke bërë gjithçka që mendon që i ke dhënë partnerit, se për shembull, kur ti e di në vetvete që për shembull e ke lënë pas dore, ke filluar ku dëgjon, ka lënë më shumë kohë me shokët, sa shtëpi dhe ti e kupton për shembull, ka tradhtu, po mirë pra se se unë që e kupton, kështu e fajin e kam vetë, jo s'kam shkuar në shtëpi, e kupton, po kur e di për shkak që je i rregullt, që nuk i le gjë mangut, mundosh të jesh gjithkohon aty ta ndihmosh, ndoshta për asaj si hyn sy këto gjëra, po ti nga ana jote ndihesh sikur i ke dhënë gjithçka. Në moment që tradhton e kupton që kjo, kush e di, ti je ka pas ndonjë dëshirë për të pas dikë tjetër, se unë kam bërë gjithçka që duhet bëj, e kupton? Unë do bëj të njëjtën gjë, do bëj edhe me femër tjetër që e doja, e kupton çfarë po them? Edhe ti aty si janë gjithë fajin vetes, çfarë të bëj tash? Unë do bëj një gjë më mirë, domethënë ideja është çfarë do bëja unë më mirë për ta rregulluar këtë situatë. Se unë nuk do bëja dot gjë më mirë, kështu që i bie që unë marr karën, ik, e kupton? Po, nuk mendoj sikur Europa thonë sepse duan të ndjejnë gjithmonë atë adrenalinën e pasionin e gjërat kur ndodhin për herë të parë, ose gjërat e pazbulume. Si është një e mistershme për shembull që ti nuk e di fare se si do kesh atë kontaktin apo si do ndihesh me personin. Meshkujt kanë natyrë që
rrezikojnë çik më shumë, duan për shembull të jenë gjithmonë në krahun e rrezikut që edhe të pëlqen ajo adrenalinë. Po mund të jetë adrenalina, po kjo është për shembull thonë në krahun e meshkujve, po në krahun e femrave nuk ka të bëjë adrenalina thonë. Përgjithsisht femrat e kalkulojnë çik më shumë këtë gjë. Po edhe kjo pjesë e tradhtisë, nëse do flasim me shumicën e femrave, mund të thonë që edhe po të flirtosh me dikë, mund ta quajë këtë tradhti. Po ti nuk është se ke, po themi, ekzekutuar si gjë dhe ajde fillon mushi mejen në saj jo zemër. Ajo më erdhi mo. E vërteta është ajo që normal që më erdhi. Unë e largova, unë e shtyva. Biles për ashtu shtuja, shifi këta foto që më ka çuar me kopshët, do më tregu që i ka thyrë femurin kur unë e shtyva. Po, jo vetëm aq, po më futi me i dhom aty, dalin 2-3 goca të tjera, flas pjedha shumë të mira. Më fal për shprehjen pjedha të mira, por thjesht shumë më erdhin atë moment. Më fal, pjedha është mirë, kokrat e bundrave prostituta. Po, që edhe dyra, edhe pista era peshku dëgjon. Edhe kamera ti tha. Era më era prostitut. Po. Edhe më tha do të vrasim. Tash unë s'kisha ndërmend të di se thash më pret gruaja në shtëpi. Tha do të vrasim, do të bëjmë gruaja që kam në shtëpi. Unë këtu sot nuk vdes këtu thash. Edhe unë nuk merr me prostituta. E po tha njëna nga ato, ajo më kështu më bëshme le të themi tha. Atëherë duhet. Po me eksperiencë ajo 60 vjeçare. Do të shish fort pra nëse do të mbijetosh. E fillova të i thash mirë sa ke. Ndërkohë, imagjino me çfarë shëgjërosh ti vërtet laga. Një grup me gra për të marrë se të çmendura. 60 vjeçare që janë sulë. Ti je stripper. La. E di. Ti duhet të thënë ja të ngruas që je tur. Je tour guide, e kupton? Je guide turistike. Në fakt je ti thjesht merr grap, lagu i fut në autobus, ato paguajnë janë nga 60 vjeç, janë gjermane kështu ose ku dijon franceze. I fut në autobus. Ja fut në autobus mes atyre buzëve. Po çavon dhe mirë. Nëse interesante. Nëse s'është puna për mendoj që çdo gjë që nuk është puna e krimit. Mund të akuzosh sa duash plago, dikë që krimi më ndafshit? Kriminali. Neli. Neli më ndale. Është si puna nuk e ka me presh ndorë, dago, nëse s'ke fakte, prap dago ndera. Nuk më fut do të brena. Ato tje ku i kam faktet, që të foto që ka që, o dago, i ka që gabimisht, u ka që më falj. Si se? Falj. Kemi një të hoxhës lago. Ase u zjarëm shumë për vend duke, do? Jo, edhe 5 minuta shkoj. I nderuar hoxh, kam një hall, të lutem shumë. Burri nuk e mban veten hiç, i vjen aromë rënd, nuk e mban fare higjienën personale. Aromë keq i vjen nga goja, po kështu edhe nga teshat, rrobat. Është punëtor, është i mençur, punon shumë. Shumë i mençur. Sjell në familje, po kjo pjesa e higjienës mua po më shkatron jetën. Dhe pas ka burin peshkatar nga ato që rrinë 8 ditë për që në ekspedita. Buri që gjumë për balena. Pëlqen kur thotë. Është i zgjut, është shumë i mençur. Po, është i mençur, shumë inteligjent, por po më shkatron jetën. Dhe erë që po vjen. Nuk fry do të era, do të kalosh ground tjetër. Me frira më mirë mos dit fare. Me mbyll dyret më mirë me vdek. Po kaloj jetën në borë. Si t'ja bëj? Faleminderit anonim. Ja bëj, është edhe sjell në shtëpi tha. Të ardhur. Çfarë sjell në shtëpi? Të ardhur. Edhe peshq shumë. Me ta thon tamam më shumë vjen erë burri se sa kokat e peshkut apo kilja e peshkut që sjell, që kam. Jo, më pus kokën ke qesia e peshkut që mos më erë në burrit. Po, e aq keq është gjendja, domethënë, është shumë keq. Po për zotin. Gjëm çik ho. Këshilloj vazhdimisht pa nuk më merr parasysh hiç dhe këtë gjë unë po e vuaj shumë.
kjo këshillon çdo ditë dhe ai nuk e merr parasysh plak. Ai thotë jetë shiva. Po shumë i zgjuar plak, shumë i nuk e di. Jo, unë them që fillimi hoxha do t'i kthej përgjigje këtë burrin me siguri do ta konvertojmë në islam. Se ky nuk besoj se drejt një musliman. S'ka shanse që një musliman që lahet gjithkohës që kemi pa. Po që janë si rosa, janë si rosa. Janë si aerosa. Gjë se tani do të përgjigje hoxha. Halla kjo bot, subhanallah. Që Islami kësaj pjese i ka kushtuar shumë rëndësi, subhanallah. Islami pjesës higjienës personale i ka kushtuar shumë rëndësi. Abdesi, mizraku. E ke vërë ti plak se sa herë mirë vinë muslimanët më përballë çon se ti për shkak ke musliman vërdall, se do un kam shumë. E vërë për shkak kur dalim ato fustanët e tyre, për shkak që vinë për shkak sa që un plak në autobus ose hym në një ambient ose në një supermarket ose më kalojnë afër plak për shkak të cilat bus të këtë. Jo, prapë të bus të vazhdim me këtë më bëhet. Çilietas. Nëse po imagjino tani ose jam për shembull në një herë security ai plak më shkoj me blenë pi alkolike edhe ai është aty plak dhe më shef mos po vjet, e kupton? Edhe ai më kalon afër plak dhe unë them çfarë çfarë e kupton? Edhe them vetë ky çfarë mirë. Për shembull, nga ky zvi ertha se ky është musliman, ky lahet, e kupton? Gjithmonë mendoj për atë tjetër, njët. E kupton? Po, për atë çunin e vetë shopik që është ngjitëm atë. Po, bravo. Çunin që vetë me xhinse edhe me sa shumë rëndësi ka kushtuar Islami se që gjithë to lahen shumë mirë. Nëse. Jo, them, e kam vënë plus që edhe mjekra plako që sidoqoftë kur është vetëm pastërtinë, ajo run pastërtinë. Pa pastërtinë? Pa pastërtinë. Pastërtinë është më thon. Po pra run aty brenda apo jo? Je duke hëngër ti, zakonisht ti mund të fshihesh me letër, mund të lash edhe buzët, po diçka ngel aty në qime, ta pastërtie kanë fjalë kanë ngel. E po ajo, ai di si është ajo plako? Ajo nga që vjen herë mirë dhe shumë e mbajtur dhe pastër mjekra, është si ato që vjen makinë plako për herë të mirë. Është gjithkohon aty që ti pshem edhe kur i gjë vjen herë keqe, ti ke mjekrin që mund të të ndihmoj. E kupton? Po, e kam, shikoj jam la vetëm mjekrën se kam ashtu. Çfarë? Po. Jo, se kam la mjekrën. Se nuk e laj dot se i bishit lajmë i gjithi. Por kena një problem, kena një alergji me ujin. Ma thuj sinqer, jo për zotin, shqyqysh zotit jo, se kemi një fëtë raste që kam pas alergji me ujin dhe nuk e di si ja bëhet. Po, ka pas shumë raste. Po që ka e ke gjus lashë? Ti zgjidh kjo gruja shkret. Gusli, subhanallah, vetë pejgamberi s.a.s. i kushton të rëndësi kësaj pjese. Vetë Islami e thot parfumosjen e kondicione të tjera. Ka njerëz që se kanë heq akoma ignorancën. Për këtë arsye, tregohet që Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu para se marrë në Medinë, ka qenë në nxënësit e vet. Edhe ka ndalu diku atje dhe është larë, është pastruar, është parfumos, është krehur, pastaj është fut në Medinë. Dhe i ka thonë njëri për nxënësve të tij, i ka thonë o sahabi, o shok i pejgamberit alayhis salam, pse e bëre këtë punë? Ta nëse duam që gratë tonë të jenë sa më Lisa herë. Pse u lave më, pse u bën me parfum? I bëni pyetje ai pse u parfumos, pse e kupton? Është histori komplete vërtet kjo, pse ka ndodhur normalisht. Po ti për sa që shefi Rob plako që e vëre, sa që shef ti plako dikë që lahet parfumos, gjithmonë i thotë pse e parfumos dhe e lar. Apo jo? Vjen natyrshëm. Ato higjiena mund të qenë dhëmbët, se po të shohë gjithë fotografitë, gjithë dhëmbët ishin si roaza në atë kohë, se i lanin shumë. Goja era shumë mirë. Atë. Trëndafil. Po. Gjë. Paraqitshme për ne, edhe ne duhet jemi sa më të paraqitshëm për gratë tona. Për te. Po. Që është reciproke, nëse do që gruaja jote, domethënë, të jetë sa më e hishme dhe më paraqitshme si çdo mashkull, atëherë kështu duhet të jetë ti për gruan tate, për bashkëshorten tënde. Që me të vërtet dikush mund të habitet, po ky është problem serioz vallaj. Ky është problem serioz.
Madje në librat e fikut për gjëra interesante, flitet pikërisht për këtë temë kur qëllon gruaja e tillë. Kur qëllon gruaja pise. Sa buhet. Buçe dhe pise. Mora vesh si tha për gurën? Pise. Qëllon gruaja pise e nyt. Me siguri i ka shtrëmruar edhe të rrit kur e ka thënë pise. Po, keq. Keq fare plak, iku gjithë ajo. I pise e nyt. Se burri dihet më, jo edhe djerë se punonte pretet deri koha. Rallë më ndodha një sikuna këtij loqës. Po ja burri. Edhe ky besoj asnjëherë nuk është se besoj se vija kesa një pise. Nuk e di. Nëse ky podcast mbyllet këtu, ju duam shumë, jeni shumë të mirë, shumë të sjellshëm. Faleminderit që për pisa, lahuni o pisa. Lahuni, më vërtet lahuni 5 herë në ditë, çdo herë që faleni. Kujt i faleni e dini ju, po. Kujt e ka falja bën ne po flasim për higjienën. Aja. Do të bëj guslin edhe atë tjetër. Nëse ju duam shumë, kalofshi një ditë mrekullueshme, Ryan Gosling, po. Kaloni një ditë mrekullueshme, Lucifer vazhdo të mbretërosh në mbretërinë e territ, sepse aty vjen po ikit ngrohtë që kompër të di se është të merr. Frigoriferi. Pra ti thon ferri. Është frigoriferi. Po. Apo jo, është nxehtë aty. Po. Aty në atë krahli, hajde. Po nuk mendon plagë më vërtet që ferri duhet të ishte një vend jo shumë i nxehtë, duhet të ishte një vend i ftohtë plagë, Dhe i ngrohtë duhet të ishte parajs, është besime, me zjarre që ta ndej ngrohtësi, lezetshëm. Kurse nga që s'ka qenë koha e ftohtë për para, apo ka qenë ftohtë? Ka qenë ftohtë. Jo, në fakt e vërteta është që shumë drejtë. Jo, po atje në lindjen e mesme ka qenë gjithmonë ngrohtë përgjithsisht edhe të së diçka domethënë me radhor. Interesante, nëse ikim, qëndroni larg të lasheve, nëse dikush i bi Bories, nuk ka nevojë të bini dhe ju mbrapsht, kështu që lëreni të vazhdoj ai me ditën e tij. Ju puthim fort, kalofshi ditë mrekullueshme Lucifer, andale. Po, edhe ti. Kacu. Kacu.